Mirëmëngjesi njerëz dhe mirë se vini në vlogmas numër 3. Kemi arritur tek dita e tretë. Dhe mirë, gjërat deri tani po shkojnë mirë, po filmoj për ditë, kam qenë konsistente, edhe pse jam një ditë para me xhirimet, kështu që e kam opsionin të ri një ditë pushim. Unë u vesha, u bëra gati, kur të kthem të bëj dhe një dush, që t'i heqim në fund këto valet, se më mërzitën tashmë, vajti dita e tretë dhe i ka pa bisht sot, te kur të vi ta laj flokun dhe të rregulloj të kthehemi me kaçurelat e mia. Tani bëra edhe pak make-up, jam veshur sport sot, që të jem sa më rehat. Dhe do vesh edhe një gjë sipër që nuk e di ç'të vesh, se ti më shkon ajo kafke, ky kostumi është gri. Kishim një gjys plani sot me motrën për të shkuar nga Kisha e Laçit. Duhet të shkoj unë, është fiksuar të shkoj, është një vend i shenjtë që unë besoj dhe ndihem mirë kur shkoj atje. Dhe donim që të shkonim të dyja së bashku me Natanin, po presi përgjigje nga motra, kështu që po shkoj një herë të pim kafe. Takoj që dhe mamin dhe babin, edhe pastaj të shohim që do bëjmë, do ikim apo jo. Se dhja më shkon shumë kjo gjaketa, or whatever, thjesht duhet jem rehat, jam e tuta, kështu që nuk është se po e vras shumë mendjen për kombinim sot. Ndërkohë kam ngrënë asgjë, kështu që të shkojmë nga kuzhina të bëjmë një tost për mëngjes. Në kuzhinën time ka rënë bomba. Dje gatova darkën, bëra pilafën dhe fileto pola, edhe nuk e marrë fare me sistemimin e enve. Madje kur të kthehem do merrem që të vë edhe një lavastovilje, që të vë edhe lavatrice, nuk mbaroj kur këto punët e shtëpisë. Hello njerëz. Unë piva kafe në mëngjesit me motrën dhe Natan dhe tani po iki për nga shtëpia ime, sepse isha nga mami dhe babi nga drekën andej. Ata kishin bërë përshesh me pul. Ka ardhur viti i ri herët, unë vdes për atë përsheshin që ne nga zona jonë Berat e bëjmë me kulaç dhe mami o qanë e bërë shumë të mirë. Kështu që ndajta disa orë të mira, tani është ora rreth 3 pak, 3:15 shënka, dhe po iki në shtëpinë time që të vazhdojmë me punët e tjera të ditës. Shikoni këtu mbrapa kam edhe Jorganin që ta çoj në pastrim kimik. Nuk isha qesa, është mjaftueshëm të madhe që ta nxinte të gjithin, kështu që e kam marrë kështu siç është. Kam një bashkëpunim të ri me një faqe që ka fustane mbrëmjeje, shumë të bukur, fantastik. Tani unë nuk e di se ku do t'i vesh, po patjetër kur të kem një rast të kem në garderobën time. Më do më dërgojnë 2, kam zgjedhur një gold me xixa me gur, është fantastik për fundin e vitit, dhe një tjetër është i zi me një pjesë të bardhë, më elegant dhe pak më i thjeshtë, sepse në përgjithësi kishte shumë të mëdhaja, fustane mbrëmjesh, fustane dasmash, ças kishte shumë të bukura. Dhe më thanë që do të dërgoja fiks për masat e mia, belin, gjerësin, në mënyrë që t'i bënin fiks pas trupit tim. Kështu që mora metrin që të bëj matjet tamam, edhe t'ua dërgoj fikse. Këtu 69 është beli. Që t'i shkruaj diku. Okej, bëra pak a shumë matjes, kështu që t'ua dërgoj dhe ta bëj sipas për masat e mia fiks. Shpresoj mos të vënohen shumë që t'i kem brenda djetorit, t'i bëj edhe një content të bukur me këtë dekorin e festave. Jam bërë gocë shëmbullore njerëz, jam munduar të eci me shpejtësi normale, sepse brenda 2 javësh më ka kapur 3 herë radari për shpejtësi dhe shqyr zotit kam qenë në limite se mos herën e fundit për të më hequr patentën. Nuk e di që do bëja për makinë, domethënë. Okej, vërtet tani nuk jam në punë edhe nuk po duhet të lëviz aq shpesh, por gjithsesi pa makinë nuk të shkoj dot gjekundi, as për taku prindrit, as për taku motra, nuk bëj dot as gjërat e mia minimale. Realisht goca, bëjni atë patentën, merrni makinën sepse makina është pavarësi. Unë zedhe buri me mua, po më të lape shpejt, zona i shpejt, ka kapur brenda 2 javësh radari 3 herë, sa të vetë se ka pas një herë, gjithmonë mua më kap. Nejse, shqyqy shpëtova, nuk më hoqën patentën, kështu që tani jam bërë goca mirë dhe nuk e kaloj 85.
Kaq, më shumë nuk eci. Njerë që më kështë të kap radari, kështë është me 118. Unë gjithmonë me thënë të drejtën, në rrugët interurbane, hecë 110, se tani të lejon me ecaj, për është tabela 80, kështu që po ishe shpejtësinë e lejuar, të kap radari direkt. Kështu, në mbytën gjobat e makinas, nisi tani shqyqyshë se jam në punë, sepse më vini shpenzimet ditore karburant, parkim, plus qoba që merja. Nejse, shpëtuam, kësa here pa në e gjukë patetet, tani e të tjerë jam bërë këtë se mirë dhe kam shumë kujdes kur eci me makinë. Për të shakave njërës, unë e si gjithmonë shumë mirë me makinë, jam e kujdesshme. Në të rasme që më ka ndodhur, janë këto të kalimit pak të shpejtësisë, mund të kem qenë në parakalim, me të kështu gjërash, këto rrugë që ruhen me radar, si unaza e madhe, si unaza këte nga tegu. Dhe aty më ka kapur. Është e përditshme sepse unë për t'iku në punë, për gjove primtimin, nuk i bie brenda nga qyteti se më streson ai trafiku, zhurma, kaosi, dhe i bie gjithmonë nga këto rrugët interurbane nga unaza, dhe prandaj më ka kapur ai shpesh radari. Burri ja carohet kot me mua, se po të lëvizet ai aq shumë sa ç'lëvizja unë, do të kapi, se futesh në një parakalim, ecën në një pjesë pak shpejt që është rruga është pak më e lirshme. Fatësh ai ç'të bëj, unë kam fatin e keq që më ka kapur. Po vë dhe një lavatrice me robat e zeza dhe shkoj me kuzhina, pastaj të vëm lavastoviljen. Tharsa në shtëpi njerëz është shpëtim, realisht të gjitha robat në tharsa i fus. Kisha dëgjuar nga të tjerë që jo ti ngushtojnë pak robat, jo po të shkurtojnë pantallonat, me thënë drejtën deri tani nuk kam pasur probleme. Ndoshta edhe sa vijnë modelet e reja të lavatrices i përshtaten më shumë tharjes natyrale si dielli, domethënë, sepse kur morëm këtë versionin e LG-s, që kemi, ai i Neptunit, punojsi, na tha që ky version është versioni i fundit që ka dalë i tharsit dhe thoshte imiton shumë tharje nga dielli, madje rrobat e zeza, nëse keni parasysh dielli që kur del pak ngjyra dalin pak në të kuqërem, të njëjtën gjë ta bën edhe kjo, thotë ka procesin komplet natyral. Se vjen një ditë që do zbardhen, është e pashmangshme. E di, tjetër gjë që më pëlqen, përveç faktit që ti i lan tharse, i lan lavatrice, i tha në tharse dhe i ke gati për rreth 3 orë, i ke gati rrobat, është e fakti që nuk marrin pluhur, sepse jashtë dihet pluhuri pa pastërti, të gjitha rroba i thirr, kur i shkon nxjerrin pluhur kur shkundan. Ndërsa kështu i di që i ke të pastra, aromën për shembull të zbutësit e mbajnë më gjatë, kështu që më pëlqen. Tani ka radhën lavastovilja, edhe pastaj ka radhën Alba të bëj dush. Ndërkohë, njerëz, këtë javë duhet të merrem patjetër me dhomën e vogël, sepse më shkthyer në një magazin. Shkallët i kam të vjerës sipër, po i mora sepse ndrova dollapet me rrobat e ndimrit, kanë ngelur akoma këtu, kartoni pemës, kartoni i madh i televizorit të ri që duhet flakur, të pemës duhet ta kaloj poshtë depoja. Çarçavet e rinj që duhet i fus për të larë, duhet ta pastroj me patjetër se është bërë një lëmsh i vërtet. Më vjen për qeshëm me këtë robotin tim budalla, sepse e gjeta një ditë kishte ipur sipër peshores, ai këto lartësitë e ulta i kalon sipër, sepse nuk e njeh si pengesë domethënë, dhe gjej sipër peshores, po peshoj. Okej, ndërkohë kam vajtur 60 kg, 59.5. Është e parë me jetën time që unë jam plot 59.5 kg, zëresi 60.
Por në fakt ka një hile të vogël në tomatin e peshës, sepse kur peshojmë tani në darkë, siç po peshojmë unë, peshët del gjithmonë më e lartë, nëse po të peshojmë në mëngjes, që sapo jemi zgjuar dhe nuk kemi konsumuar ende asgjë, mua më del tek 58 kg. Dhe për të pasur një ide se sa jeni realisht, duhet bërë mesatarja të dyja peshave, tomatis mëngjesit me matin e darkë, i pjeston për ty dhe ajo është pesha e trupit tënd. Të më thonë unë pak a shumë jam tek 59 kg. U bë janë 2-3 muaj që jam në këtë peshë. Idealja ime është 57 kg, që kanë qenë gjithë jetën time, por thash, këto kohë fundit kam shtuar pak peshë. Me thënë të drejtën duket okay, thjesht më bezdis pak se e shoh që kam shtuar pak bark, që s'kam pasur kur bark. Dhe nëse keni vëre, këto kohë kam lënë edhe palestrën, sepse pata problem me fundin e shpinës, pata shumë bimbje, tash nuk e di nëse e kam dëmtuar në pilates ose në ndonjë ushtrim, sepse unë bëra edhe një herë crossfit, kështu që nuk e di si ç'a ndodhi me mua, por e kisha dëmtuar besoj, kështu që u bën 2 javë, kjo është java e tretë që u bëj pushim. Jam pak më mirë, nuk kam pasur bimbje, kështu që të shoh si do jetë dhe patjetër që të regjistrojmë sërish aty ku isha, sepse isha shumë e kënaqur, mund të merrja edhe klaset e pilatesit, mund të bëja edhe klaset e crossfitit, kështu që më ndihmonte shumë që të stërvitesha, të mbaja trupin në formë dhe kisha edhe diversitet të ndryshëm klasash në mënyrë që mos të mërzitesha. Kështu, këto kohë pra do merrem me gjitha gjërat e shtëpisë që kam lënë pas dore. Duhet të gjej patjetër pupën e make-upit edhe patjetër një pasqyrë për tualetin e madh, sepse më kanë ngelur bosh. Nice, tani bëll me llafe, duhet të futem që të bëj një dush. Sapo dola nga dushi, editova dhe vlogmasin për ditën e nesërme. Ndërkohë gjërojmë vlogun tjetër, shumë intensive këto ditë, kështu që gjëra pres me padurim suportin tuaj maksimal për këtë video, sepse është një pushë më e madhe që bëhet pas, dhe do doja shumë të shprehni mendimin tuaj në lidhje me çfarë do lloj gjëje që unë prek gjatë vlogmasit. Komentoni sa më shumë, bëni sa më shumë like në mënyrë që videoja të rritet engagement, ta ndihmojmë mua të rritet kanali, shikueshmëria e videove, subscribers dhe gjitha këto gjërat me radhë, sepse ndjekin njëra tjetrën. Tani, të vendosim pak hidratuesin. Ndërkohë njerëz është postuar edhe videoja e parë dhe u mora me punën, bashkë me editimin e videos tjetër, nuk e kam marrë përfare telefonit që të shoh se si po ecën me shikueshmërinë. Shpresoj të ketë pëlqyer. Videoja e parë nuk ishte shumë e gjatë, di të them që vlogmasi i dytë është më i gjatë. Është gati 20 ca minuta. Dërsa sot jam duar kam qëruar të shohim se sa e gjatë duke dalë edhe kjo video. Ndërkohë që kam vënë living-in unë që të bëj punën e vetë dhe të filloj t'i krej flokësh që t'i kemë kollaj, një review për këtë produktin, është super i mirë, mua më ka pëlqyer shumë dhe super sugjeroj, sepse ndërkohë ta mbron nga nxehtësia, ta shkripton për ta krehur, ka çurela të rinë më bukur, nuk elektrizohet, sidomos gjatë dimrit që është shumë problem kjo pjesa e elektrizimit. Ndërsa për sa i përket produkteve të këtë 89-s, unë përveç maskës provova edhe shampon. Maska është kryevepër, është shumë e mirë, më pëlqen pafund, do ta përdor gjithmonë, sepse ma bën flokun si më ndafsh. Ndërsa për shampoo provova këtë që ishte për hidratim, ishte kjo bluja. E mirë është, po sikur më ul pak volumin e rënjë të flokut. Dhe sikur ma yndyrros kur vet aty nga dita e tretë që unë nuk e kam flokun fare të yndyrshëm dhe nuk kam pasur asnjëherë probleme të tilla, desa kjo sikur më bën pak atë efektin. E mirë është, por gjithsesi kur të marroj nuk besoj se do ta marr sërish këtë, besoj se do provoj diçka tjetër, do një linjë tjetër ose ndonjë produkt tjetër të këtë 89-s, ta shohim se çfarë do zgjedhim në vazhdim.
dushin e bëm, flokët i tham, i rregulluam, bëra dhe darkën, e hëngra dhe darkën, makaronat kishin dalë shumë të mira. Klajti kishte përsheshje që kishte bërë mami, se ma dha me vete racionin e Klajtit patjetër, kështu që makaronat i bëra vetëm për vete. Dhe mbyllëm kështu dhe ditën e tretë të vlogmasit, kështu që bashkë do shihemi si gjithmonë nesër. Bye bye!